Zbulohet më në fund receta që ndalon rënien e flokut. Një varg studime shkencore kanë treguar se lëngu i fituar nga hudhra ndihmon eliminimin e yndyrës së tepërt të flokut, por edhe qetëson kruajtjet e kokës. Megjithatë, ajo është një ndihmë e madhe në rikthimin e flokut të humbur. Për të përfituar nga efektet e hudhrës, ju mund ta përdorni atë në shampo të ndryshme komerciale që kanë përmbajtjen e saj, por ju mund të përgatisni edhe vetë një recetë shtëpiake. Ja se si. Filloni gremconi thelbinët e hudhrës dhe më pas bëni shtypjen e tyre derisa të nxirrni maksimumin e lëngut brenda tyre. Më pas lëngun e nxjerrë e vendosni në zonën ku keni rënien floku dhe bëni masazh për 3 minuta. Pas masazhit ju mund ta lini lëngun të veprojë në ato zona edhe për 30 minuta të tjera. E shplani me ujë të bollshëm derisa të largohet era e rëndë e hudhrës. Për të përfituar më së shumti nga ky veprim, përsëriteni atë një herë në javë derisa të merrni rezultatet e duhura pozitive në trajtimin e problemeve të flokut tuaj.